Unë i shoh si pozitive, sepse mendoj që në radhë parë janë trazuar pak ujërat. Nuk është ajo situata ku gjithë mendonim që opozita pak a shumë ka ngecur, po bën xhirim në vend. Kështu që diçka po lëviz. Edhe u pa në fakt që momenti që nisi ky turi i bisedave, i kafeve, çdo që ta quajmë, i Saljanit, pati një lëvizje edhe nga ana e Partisë Demokratike. Me këtë orientimin ose objektivin për realizuar një lloj analize për zgjedhjet e 11 majit, që analizisht është shtyrë vazhdimisht. Kështu që unë shoh si gjë pozitive, shoh si diçka e cila e gjallëron Partinë Demokratike dhe e vën lëvizje. Nuk e let flej gjumë në një farë mënyrë. Në fakt pozitive është për ata në fakt që po tentojnë të krijojnë një foltore paralele, por jo për atë e cila është aktuale, nëse referohemi asaj të djeshmes, e cila përkojnë në fakt edhe me 8 dhjetorit, ditën e lëvizjes studentore, ku për fat keq pjesëmarrja ishte e pakët. Si ju duket kjo mbështetje për zotin Berisha? Nuk është lehtë që të bësh protestat përditshme praktikisht dhe të presësh pasaj që të vinë 100.000 veta aty, është e pamundur edhe teknikisht njerëzit punojnë e tjerë, me 100.000 veta si qenë atas në Tiranë, në fakt të lirë në atë moment të ditës. Nga ana tjetër opozita që duhet bëj diçka, duhet bëj.